bashkëzohet dhe do bisedojnë. Gjermanët do... Ta vazhdoj unë atë që thot profesori, se besoj se do jap vazhdimësin plotësisht asaj që do të thoshte në një fjali. Rathë parë, nuk duhet të shtjellojmë bisedën, sigurisht herë parë që kemi tentativë për negociat. Deri para një muaj që filloi lufta në 2 muaj që filloi lufta në Iran, negociatat ishin kaq të ethshme dhe kaq të në një nivel sa më të lartë, sa që mendoj se do shkoj drejt një zgjidhje sa më shpejt, ose të paktën ishin angazhuar 2 polet kryesore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Federata Ruse në mënyrë të drejtë për drejtë. E dyta, është vërtet që kemi një stagnacion të atyre që janë pozicionimet e të dyja palëve, nga njëra anë, po mos harrojmë që pozicionimi dhe stagnacioni është në territor Ukrainas, në 20% të territorit Ukrainas. Dhe në asnjë mënyrë dhe në asnjë analizë ndërkombëtare të sigurisë, të politikave. 20% që ne kaj, atë do të ruaj. Atë po them që e ka. Nuk do të diskutojmë atë, se vëmë në dyshim fare. Po, pikërisht atë po them se fryma e ndonjëherë bisedës është sikur kanë hyrë në territor rus dhe dhe nuk po bëhet në territor Ukrainas gjithë kjo luftë që po bëhet më shumë se 4 vite. E para kjo. E dyta, e treta më sakt, më falni, ajo që po diskutohet në aspektin e sigurisë, është ajo që tha dhe profesori. Tani, o Putini dhe Rusia është në pikën e tyre më të dobët, o nga ana tjetër, Europa duhet të jetë vetë kënaqur dhe mos të ketë problematika, se në 2029 do ketë një përparim të Rusisë drejt një pjesë të mirë dhe të vendeve të NATO-s dhe të vendeve të cilat janë të Baltikut apo edhe Moldavia dhe më tutje. Cilat nga 2 dogmat apo cilat nga 2 qëndrimet ekziston, sepse ka një duhet thënë gjatë gjithë këtyre 4 viteve, ka një qëndrim europian i cili nuk është në një linjë. Nga një linjë është në një, ose një pozicionim është se po e dërmojmë ekonomikisht Rusin, deri tani nuk shihet, tashmë ose të paktën nga dhënat zyrtare, ekzistojnë sinjalet e para të një dobësimi shumë të lehtë të ekonomisë ruse, nuk ekziston asnjë dhënë deri tani se ekonomia ruse ishte e prekur në nivel që mund mos të përballonte të gjithë situatën e luftës deri më tani. As edhe një të dhënë, nga as edhe të një të dhënë. Dhe kur flas për këto, jo për ato të dhënat e Rusisë, për të dhënat perëndimore po flas. Vetëm që arrëmëjojmë, Leo, që rusët e sotëm nuk janë rusët e luftës dytë botërore, Stalingradit. Ke shumë të drejtë. Janë njerëz që kanë një vetë sektor ekonomik, i kanë fëmijët e tyre që shkollohen jashtë, pra nuk e flasim më për një vend të varfër edhe si shoqëri. Rusia nuk është Bashkim Sovjetik njerë. Patjetër. Lufta dytë botërore është bërë me përpavi amerikane, me Liberty Ships edhe me fabrika të dhëna nga Amerika. Dhe nëse do më lejoje që të mbaroja, do thoshe edhe një gjë tjetër. Ajo që është qëndrimi, ose ajo që është qëndrimi i Europës tashmë, ose ajo që shihet se është një tërheqje e Rusisë, unë mendoj se është një tërheqje e Europës për të negociuar me Rusin. Gjithë sinjalet që po vinë tashmë, Europa deri tashmë nuk ka dashur të negocionte me Rusin. Tashmë po detyrohet të negocioj me Rusin. Dhe detyrohet të negocioj me Rusin për shumë arsye. Një është Irani. Gjithë situata në lindjen e mesme. Ky është situata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën pak po e analizojmë, po është thelbësore në atë që është mënyra se si do duhet të përballen me Rusisë apo me kufirin e sigurisë së tyre në lindje, që është ndoshta parësorja në këtë diskutim. Dhe nëse do shohim edhe qëndrimet e sotme ose para se të hynim në studio, do nga zyrtarët evropian shohim që po pranojnë atë që ndoshta do duhet ose duhet të shkojmë në negociata me Rusin dhe të pranojmë negociatat me Rusin. Europa është me dëmtuara nga të gjitha këto. Edhe pse nga e gjithë kjo luftë, edhe pse po përpiqet me të gjitha kapacitetet e saj për të ndërtuar ombrellën e saj të sigurisë, i duhet jashtëzakonisht shumë kohë. Të paktën 10 vjeçar. E dyta, dhe mbaroj, e dyta,
Pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u bëra më pak nga gjithë të tjerët. Jo, unë sapin nuk se u ktheve prapë. Nuk u kthe tani për sapin mbase duhet mbash shënimin. Po te nga treta shkot e dyta, shkot e katërta prandaj. Tek e shtata o Andri, se nuk na prishi kjo punë. Është logjika e atyre që them dhe jo numrat. Dhe jo numrat. Në atë që po them është që Europa është në pozicionimin e saj më të dobët dhe i duhet patjetër të hyjë tashmë në një negociat me Rusin, pa patur probleme të tjera të 2029-ës që është ideja e kancelarit Merz. Po. Jo, kryeministri Rama, i cili kur ishte përkohësisht në Këshillin e Sigurimit ishte gati të janë nxirrte syt ambasadorit rus atje, Bileberi Zelenski të skuqej, se u bëi më pro Ukrainës se ukrainasit. Po sa ashtu që dhe pozicioni amerikan. Po, jo, ishte, ne aty e kemi marrëm shumë seriozisht atë. Dhe ndërkohë Delfi bëri një kritikë dhe tha që për herë të dytë, tha që duhet flasim me Rusin. Po, ndërkohë ne kemi parë reagimet e deklaratat e fundit që ka një qëndrim tashmë të konsoliduar që nuk duan të komunikojnë me Rusin nga Bashkimi Evropian dhe kjo është dëshmuar. Madje në qoftë se për shembull hera para një ore, më fal që ta korrigjoj. Në qoftë se, dakord, pas ka lajme më të freskëta. Ja, para se të por qëndrimet zyrtare kanë qenë të tilla dhe jo vetëm kaq, por kemi parë edhe në aksion. Edhe aksioni ndaj flotës së shqyrtura flota e errësirës, po themi, flota në hije që dhe kemi parë për të parë që janë bërë imbarkime të dhunshme edhe nga vende që sa merr mendja. Për shembull, Finlanda ka bërë imbarkim për të parë për 80 vjetësh. Anglia tashmë ka deklaruar që do bëj do godasi këto flota. Pra, po shikojmë një nivel, ndërkohë që nga një anë Trumpi thotë do ta heqim, do ta pezullojmë embargon që të japim pak fluks karburanti nëpër botë. Evropa është treguar më agresiv, madje edhe vende si Belgjika, sa më mendoj, se vendet balltike janë duke rritur dhe flotat e tyre që të kenë mundësi për të kontrolluar këto lloj anësh. Po mos është strategjia që të godasim që tulemi dhe negociojmë. Mund të jetë, po mund të them çfarë ndodh. Për herë të parë po shikojmë që Evropa ndërmerr përtej NATO-s tregon dhëmbët dhe ndërmerr veprime për të penguar këtë flotën e hijes, po themi këtë flotën e errësirës, e cila qarkullon dhe thyen embargon, disa herë qarkullon në detin e Balltik, në detin e vdekur, detin e Veriut, madje ka qenë edhe shoqëruar dhe eskortuar me anije luftarake. Po, Xhavet. Unë nuk mendoj që Europa ka qenë kundër bisedime. Po ta shohësh bile presidenti Macron ka ngul kam vazhdimisht dhe ka qenë i fundit para se të fillojë konflikti një javë përpara që ka komunikuar me Putinin. Dhe nga ana tjetër Europa ka marrë disa lëvizje që të përfshihin në negociata kur negocionte Trumpi, cilët kanë qenë disa samite, ka qenë i Berlinit, i Parisit, i Londrës, pra që paraqesin propozime dhe donin që të ishin pjesëmarrës edhe se ngelën jashtë negociatave, i lanë jashtë negociatave. Pra do të thotë që Europa nuk ka qenë kundër pjesëmarrjes në negociata. Tashmë ata po duan ta marrin situatën vetë dorë sepse nuk ka rrugë tjetër, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë problemet e tyre dhe nuk di se si do dali ajo atje. Kështu që unë nuk mendoj që kjo nga ana tjetër edhe është forcuar shumë lidhja midis dhe besimi reciprok midis Zelenskit dhe Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian po financon goxha. I dhanë 8 miliardë euro të tjerë tani. 9 miliardë ishte ai që i bllokoi Hungaria, që ju dha tashmë. Plus asaj janë gjithë ato që edhe kolegët i përmendën këto fonde që po jepen. Kështu që po ta shohësh ti edhe presidenti Ukrainës në një farë mënyrë kërkon një bashkëbisedues, kërkon një negociator evropian. Me sa duket, po ta shohësh ai ka tash zërin thojza edhe ndaj amerikanëve. Ka bërë kritikë tash për edhe për vajtjen direkt në Moskë të negociatorëve të deleguar të Trumpit. Po, pra, do të thotë që edhe ai është interesuar që Europa të jetë negociuese e parë në këtë. Kështu që unë mendoj që është gjë mirë nëse do përfshihen të dy palët edhe do përfshihen se Trumpi nuk do të tërhiqet nga kjo, sidomos nëse do ta shohë që është rezultati afër, nuk do të tërhiqet dhe në një farë mënyrë kjo do të jetë pastaj mbase do të forcoj pak edhe këtë aleancën perëndimore në një farë mënyrë, pra pavarësisht problemeve që u hapën nga gjithë këto situatat edhe konflikti në ne na intereson çfarë ndodhi me Europën, pasi mendojmë që në 2-3 vite do futemi në Europë. Lidhur me atë që tha ambasadori, unë jam shumë dakord edhe gjermanët bile po përgatiten
kanë caktuar një buxhet me miliarda që të bëjnë ushtria më e fortë e Europës. Po kjo nuk do të thotë që Rusia sot mund të jetë e dobë, po e ndjen se po tundet pak dhe mund t'i fusi një ngrirje konflikti dhe nesër e shpërthen konfliktin, nuk e shpërthen në Ukrainë, po e shpërthen në vendet balltike, e shpërthen në Moldavi, e shpërthen. Pra, kjo nuk e hedh poshtë atë që Europa po përgatitet dhe pret luftë. Pastaj Europës edhe i duhet ajo lloj propagande, thojza, sepse duhet të justifikohet buxheti, duhet hiqen nga ndihma sociale, duhet bën gjithë ato. Për një farë mënyrë unë e di që ambasadori buzëqesh, po do ta shifrem edhe në këtë këndvështrim. Domethënë nuk do ta hidha poshtë, por e gjitha nuk di çfarë fjalë të përdor dhe kam frikë se do keq kuptohen, po jemi në kufit e absurdit. Domethënë një shtet që është aq i dobët sa po lutet që të bisedoj, pritet që për 2 vjet të sulmojë Europën perëndimore. Domethënë edhe kjo histori ka vite që shtetet në krizë kanë bërë sulme. Dhe kjo histori ka vite që përdoret, dhe kjo më bën mua të them që ai shtypi perëndimor, që ne i besojmë aq shumë, është propagandë, sepse kjo propaganda që ka 5, 6 vjet, 10 vjet, 20 vjet që bëhet, që rusët erdhi Putini, do sulmoj, do vinë në Londër. Ndërkohë, informacion nga gjitha burimet do të përpiqen të marrë. Ndërkohë që po thotë që nuk është në gjendje të pushtojë Ukrainën. Duhet bëj një analizë, përpiqem. Dhe unë nuk po them se kush ka të drejtë. Unë thjesht po pozoj se çfarë thuhet. Dakor, vetëm që jemi të qartë. A jemi dakord që shtypi perëndimor ka thënë që rusët janë agresorë do vinë në Londër? Perëndimori ka dhënë sterë të gjithë. A jemi dakord që shtypi perëndimor rusët janë agresorë, a sulmuan në Ukrainë? Ambasador, më fal që të janë agresorë, ma sulmuan një vend sovran. Ambasador, më fal që të varet si e quan ti sulm. Nuk ka diskutim. Varet si e quan ti sulmin, ë? Që rusët do shkojnë në Paris. Nuk shkojnë jo, po Londrën e kanë goditur ata. Jo, po Londrën, fal. Ambasador, Londrën e kanë goditur. Nëse shkojnë në Estoni, shkojnë edhe në Paris. Aktet terroriste në mes Londrës kanë vrarë mes Londrës. Ka bërë lufta simetrike, luftë hibride. Tash duhet bëjmë lutje fjalësh, jam dakord. Bëjmë lutje fjalësh. Bomba s'ka vënë. Fjala është që ushtria ruse, po nuk është se akte nuk ka bërë. Ushtria ruse, si në kohën e Napoleonit dhe si në kohën e Hitlerit, do niset bram,